Unë jam 28 vjeç dhe jetoj e punoj në qytet. Kam një djalë daje që është disa vite më i madh se unë. Është 34 vjeç. Ai ka ikur nga Shqipëria shumë vite më parë dhe është vendosur në Spanjë. Atje ka ndërtuar jetën e tij, ka gjetur një punë të mirë dhe është martuar me një vajzë spanjolle. Ajo është 30 vjeçe, e gjatë gjithë këtyre viteve, djalin e dajës e kisha takuar shumë rrallë, vetëm kur vinte ndonjëherë për festa të shkurtëra. Këtë verë ai vendosi të vinte për pushime disi më gjatë në Shqipëri, e kishte marrë me vete edhe nusen e tij. Për te, kjo ishte hera e parë që ajo viziton të vendin tonë, e sa po mbërriten, morën një apartament me qira në një zonë shumë të mirë të qytetit tonë. E djali i dajës me mori me njëherë në telefon dhe me ftoi të dilnim. Ai kishte ndryshuar shumë, kishte bërë para dhe donte ta tregonte këtë gjë. E puna ime përfundonte çdo ditë pas dite, e sa po mbyllja orarin, ata me prisnin për të dalë, e djali i dajës nuk me linte asnjëherë të paguaja asgjë. Çdo drek e çdo darkë apo kafe që pinim jashtë, ai e mbulonte vetë. Donte të më respektonte dhe njëkohësisht donte t'i tregonte gruas e tij vendet më të mira të qytetit. E kështu u bë e përditshme që ne të tre të kalonim pothuajse çdo pasdite dhe mbrëmje bashk. E këtu filloi të ndodhte diçka e veçantë në komunikimin ton. Djali i dajës kishte ikur i ri dhe dinte vetëm dy gjuhë, shqipen dhe spanjishten. Ai nuk kuptonte asnjë fjalë të vetme në anglisht, e nga ana tjetër, nusja e tij, përveç spanjishtes, dinte dhe gjuhën angleze, por nuk kuptonte asnjë fjalë shqip. Unë flisja gjuhën angleze mirë, e në ditët e para, kur uleshim në restoran, djali i dajës me thoshte shpesh në shqip. Foli pak kësaj në anglisht, bëi muhabet që të mos rije mërzitur dhe qeshte, e unë ja filloja të flisja me te në anglisht, e në fillim e pyesja për Spanjën, e për udhëtimin, e për ushqimet që i pëlqenin këtu, e ajo me përgjigjej dhe me bënte pyetje për jetën time, e biseda ishte shumë e kënaqshme për mua. Djali i dajës rinte aty, pinte goten e lëngut, hante ushqim dhe ndihej shumë mirë që ne të dy po merreshim vesh, edhe pse ai vet nuk na kuptonte asgjë nga ato që po thoshim. Por me kalimin e diteve, bisedat tona në anglisht filluan që të ndryshonin tërësisht. Gjërsa një mbrëmje, teksa ishim ulur në një restoran jashtë qytetit, djali i dajës po merrej me telefonin e tij, e ndërsa ajo u kthyen nga unë dhe më tha se i pëlqente shumë mënyra se si unë vishesha dhe se i dukesha një djalë shumë tërheqës. Unë u habita pak nga guximi i saj, i buzëqesha, i thash faleminderit, duke i kthyer edhe unë një kompliment. Djali i dajës na dëgjoi që ne po flisnim, pak më shtruar dhe ngriti kokën nga telefoni. Çfarë po të thot? Me pyeti ai. Po më thot që i pëlqen shumë mishi i pjekur që shërbej në këtë restoran, ja ktheva unë. Djali i dajës më besoi, i buzëqeshi nusës e tij, ngriti kokën dhe i tha gëzuar, e nga ajo natë, situata jonë mori tjetër drejtim. Ne e kuptuam që kishim një avantazh të madh që mund të thoshim çfarë të donim në anglisht përpara syve të tij, e ai
nuk do ta merrte vesh kurr. E në darkat pasardhëse, bisedat tona u bën tepër ngacmuese. Ne uleshim te tre në të njëjtën tavolinë. Djali i dajës hante e pinte i qetë, e ndërsa unë dhe nusja ati flisnim anglisht për gjëra krejt të tjera, e ajo me pyeste nëse jetoja vetëm apo si e kaloja natën, e më thoshte hapur që i pëlqeja shumë. Por edhe unë ja ktheja me të njëjtën monedhë. Flisnim se si do të ishte, si kur të ishim vetëm të dy, e sa herë që djali i dajës bëhej kurioz dhe me pyeste se për çfarë po flisnim me aq interes, unë gjeja një gënjeshtër të re. Po me tregon për çmimet e shtëpive në Spanjë, i thashon, e ai vazhdonte ushqimin pa e vrarë mendjen. Ishte një lojë që po na mbante gjatë gjithë kohës me adrenalinë. Ne flirtonim hapur para tij dhe fakti që ai nuk po e kuptonte e bënte atë grua të me dukej edhe më tërheqëse. Ishte shumë inteligjente dhe dinte shumë mirë se si të fshihej. E pak ditë më vonë, djali i dajës donte që të ikte diku. Ai donte të shkonte në fshatin e tij të lindjes, i cili ishte mjaft larg. Atje kishte edhe disa të afërm, disa kushërinj që donte t'i takonte. Për të shkuar tek ai fshat, edhe donte kohë shumë, edhe rruga ishte mjaft e prishur. E ai i kishte thënë nuses që udhëtimi do të ishte i lodhshëm, e ajo pa asnjë ngurim i kishte thënë se nuk do të shkonte me te, e se do të qëndronte në apartamentin e tyre për të pushuar. Djali i dajës kishte rënë dakord. Ai kishte bërë gati çantën e vogël dhe ishte nisur në fshat që në mëngjes, e i tha që do të kthehej ndoshta atë natë shumë vonë. Atë ditë unë shkova në punë si zakonisht. Gjatë gjithë ditës mendoja për faktin që ajo ishte e vetme në atë apartament, e ndërsa rreth orës 6 e pasdites, sa po u futa në shtëpinë time, dëgjova telefonin që po me binte, dhe ishte ajo. T'ju them të drejtën, teksa po e hapja, zemra po me rrihte fort, e duart po me dridheshin, por e hapa. Jam vetëm, më tha ajo, e di që kem mbaruar punë, eja tani. Kaq më tha, shumë shkurt, por shumë qartë. Nuk kisha nevojë ta dëgjoja 2 herë. Mora çelsat e makines sime dhe u nisa direkt për te pallati ku ata kishin apartamentin. E rruga me bëri vetëm 20 minuta, por mua me dukej sikur kaluan orë të tëra, sepse nuk me pritej. Ngjita shkallët dhe i razhiles, e dera u hap me një herë, e ajo kishte veshur disa rroba mjaft të lirshme. Ma bëri me dorë të futesha brenda, e unë hyra në korridor, e ajo me një herë mbylli derën me çelës. Shkova tek salloni, ajo ul në divan, e unë u ula shumë pranë saj, e filluam përsëri të flisnim. A nuk ke frikë se mos na kapin? Me pyeti ajo. Jo, i thash, ajo është me orë të tëra larg që këtu. Po për faktin që unë jam gruaja e tij, a nuk mendon gjë? Me pyeti ajo. Por unë nuk desha të flisja më për të aty. Nuk ja ktheva përgjigjen, e ndërsa ajo doli pak përpara drejt meje, e kapa nga shpatullat, i ofrova fytyrës së saj dhe fillova ta puthja në buzë, e ajo mu përgjigj me një herë. U ul dhe filloi të me puthte dhe duart i vendosi pas shpinës sime, më shtrëngoi dhe me tërhoqi rreth vetes, e filloi të me puthte tek fyti. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.